Rikthehemi sërish në studio me temën për të cilën do të flasim sot. Një rast I njohur si Grecia në Meksik ka hapur një debat të gjerë mbi zhdukjen e grave, përdorimin e filtrave në rrjetet sociale dhe ndikimin e tyre në operacionet e kërkimit. Filtrat e Instagramit kanë penguar policinë të gjejë gruan e humbur, pasi në të gjitha fotot që kishte publikuar ishin me filtra. Kjo ngjarje hapi dhe një debat të madh në të gjithë botën, nëse rrjetet sociale po e deformojnë plotësisht imazhin e njerëzve duke u kthyer kështu edhe në një problem. Kam kënaqësinë të mirëpres në studio Soni K. Elson, fotograf. Soni, mirë se vjen në Living Day. Faleminderit. I njohur me filtrat që në kryet herës, atëherë kur ne nuk I përdornim filtrat në rrjetet sociale, sepse nuk I kishim ato, ka patur personazhe e modele të cilat kërkonin të prekeshin nga pak për t'ju afruar imazhit perfekt. Perfeksioni fatikisht është gjithmonë në rendin e ditës, por që perfeksioni ka përshtypjen që është gjithmonë në sytë atij që shikon. Jo perfeksioni që na ushqen ose duhet na ushqen. Është shumë e komplikuar në fakt, do t'i referohemi së pari rastit në fjalë, por do të flasim patjetër për realitetin këtu në Shqipëri, të ftoj të ratohesh dhe mirëpres Pamela Osmani, si për Marse. Përshëndetje, mirë se vjen në Living Day. Faleminderit për ftesën. Kënaqësi, profesioni juaj ju ka bërë që në të përditshme të keni komunikim me vajza, me gra, të cilat kërkojnë perfeksionin në dukjen e tyre. Çdo ditë edhe më tepër, domethënë ky filtri patjetër ka krijuar një lloj balanci midis, ose më saktë një lloj realiteti të përafërt me ato çka gocat janë në vërtetë ato që ato kur adresohen dhe drejtohen tek ju, vinë me portretin me një foto të caktuar apo kërkojnë që t'i ngjajnë filtrit? Pjesa më e madhe është rasti I dytë, pra kanë tendencën për t'i ngjarë filtrit, sepse normalisht Instagrami sot ato ofron, ato kërkon dhe normalisht gocat kanë tendencën për t'u afruar asaj. Pra kërkojnë veten e tyre me filter, të ftoj të ratohesh dhe mirëpres Remil, personal trainer. Ti ke vendosur filter emrit. Mirë se vjen në Living Day. A të ka ndodhur që të shohësh një vajzë në rrjetet sociale, të pëlqej shumë, të kesh lënë një takim me të dhe kur është prezantuar nuk e ke njohur? Në fakt që është e vërteta, unë këtë muhabet e bëj përpara se sa të bëj një date. Gjithmonë I them, po që duhet vish pa make-up, sepse duhet të shikoj njeriu tamam realisht se si është ai. Pra jo vetëm pa filtra, po edhe pa make-up në takimin e parë. Është të di 100% se si është, sepse për pjesën e bukurisë, gjithë e dim që duam ta bëjmë sa më perfekte. Puna është si jemi në ditët normale. Si jemi pas gjumit, si do të jetë ajo pas gjumit. E kuptoj, edhe e heq këtë kuriozitet që në takimin e parë Emile dhe pastaj historia të marrë rrjedhën e vet, të shkoj si të shkoj, të ftoj të rehatohesh, mirëpres Ardit Gavani, specialist IT. Mirë se vjen. Mirë se gjitha. Çka kanë bërë këto filtrat e rrjeteve sociale? Ndikimi teknologjisë, dhe më thonë që na ka ndryshuar jetën në çdo gjë, edhe na ka krijuar një jetë edhe falso online që ndonjëherë gënjejmë dhe veten, kështu që gënjejmë veten, gënjejmë edhe të tjerët, si në rastin konkret po të ftoj të ratohesh nëse hedhim një sy në ekran dhe shohim portretin e vajzës meksikane e cila është zhdukur dhe e kanë patur jashtëzakonisht të vështirë për ta identifikuar, sepse të gjitha fotot e saj të postuara në rrjetet sociale prej vitesh ishin me filter. Dhe ishin shumë larg realitetit, portretit të saj. Ja, teksa e shohim, kjo është foto me të cilën policia e ka kërkuar. Pra, policia ka qenë e detyruar që ta kërkoj këtë vajzë me këtë foto. Madje edhe këtu duket tre persona ndryshëm. Ja, e shohim. Kur u gjet? Ishte tjetër. Kjo është gruaja. Kam përshtypjen që për te problemeve që mund të ketë jo thjesht nga filtrat, mund të ketë probleme me dorë ose probleme të tjera, sepse me sa shoh shumë nga shpatullat, të të një person që pak fua nga obeziteti, kështu që faji ka përshtypjen që është okay asaj, po edhe I prindërve që faktën, nëse bëhet një kërkesë e tillë nga policia, të paktën të vendosin një foto tamam, se ata e njohin gocën e tyre, nuk është se njohin. Po ndoshta prindrit nuk kanë patur asnjë foto të vajzës
në portretin e saj real, sepse ndodhe dhe një fenomen tjetër. Ne jemi goxha në distancë dhe po gjykojmë një rast, pa dashur të vendosim as diagnoza Soni, por ndoshta vajza i ka zhdukur të gjitha fotot e të shkuarës së saj dhe ka krijuar një album digital vetëm me këto foto. A cilës foto t'i referoheshin? Ka një gjë përsa ko që ajo kërkon perfeksionin edhe të fytyra, kur e shikon që trupi nuk është në nivelin që ajo kërkon, ajo gjatë gjithë kohës do mundohet që ta eliminoj këtë pjesën e fotove ku të regohet trupi. Kështu që prandaj është edhe ajo pjesa, që ajo perfeksionohet në fytyrë, nxjerr çfarë do ajo. Fotot e saj ishin portret në profil. Po thuaj se të gjitha ato që nuk janë, siç kam parë unë, gjithë ato që nuk janë nuk e pranojnë veten, kjo është pjesa që nuk e pranojnë veten fizikisht në pjesën fizike që kanë, mundohen që të kenë gjithmonë këtë foton e portretit, jo më shumë se sa kaq. Unë mendoj që nuk është e thënë patjetër që ke qenë me probleme mendore apo më thënë të këtë pasur ndoshta fiziku duket pak. Probleme të shëndetit mendor, ne këtë nuk e dimë edhe nuk mund të gjykojmë për një informacion të cilin nuk e kemi. Nga fiziku thjesht duket që nuk është se merret shumë aktivisht, më thënë me stërvitje. Po do thosha që kjo është bën pak a shumë, nuk është një rast specifik, kjo është diçka që ndodh tek femra sidomos masivisht, edhe vjen edhe për një farë presioni shoqëror që shoqëria ka vendosur vetë që nëse një femër nuk vë filtra, minimalisht vë një make-up, nuk del dot pa make-up në publik, do të thonë gjithmonë janë të detyruara të ekstra performojnë nga ana vizuale. Dhe normalisht, domethënë, kjo krijon një farë presioni ndaj atyre kategori femra që nuk kanë bukuri shumë të madhe natyrale. Dhe do duhet temi sipas standardeve. Sipas standardeve që ofrojnë sociale. Domethënë, unë po marr një të përgjithshme, po. Edhe për të arsye i duhet të krijojnë edhe online ndoshta një persona të dytë, domethënë një person tjetër. Një person tjetër, sepse nuk i pëlqen as vetja ose shoqëria do t'i shante. Domethënë pak a shumë njëta gjë ka ndodhur edhe me rastin në fjalë që ku kanë dalë fotot reale, komentet kanë qenë përgjithsisht negative, jo vetëm për faktin e asaj çfarë ka bërë që ka përdorur filtra, por edhe për imazhin e saj që kanë thënë, kjo është e shëndosh, kjo është e shëmtuar, etj. Dhe pra e kanë bullizuar, e kanë linçuar në rrjet. Po, është rezultat edhe i presionit shoqëror, domethënë duhet të thonë kjo gjë. Ne meshkujt nuk e kemi shumë, domethënë ne zgjohemi, lajm dhëmësh, pem syt. Por dashur pa dashur, ne femrat bëjmë një pjesë e kësaj gjëje. Po edhe meshkujt nëse i sheh se si postojnë, janë gjithmonë më shumë me muskuj që kur i sheh në realitet është shumë larg fizikut që ata kanë apo jo. Secili nuk është se ka gjini kjo pjesë. Secili kërkon të jetë në perfekcion. Presioni mund të jetë shumë i madh për gratë. Mendoj të femrat pak më shumë, domethënë nuk është se meshkujt duhet të dalin domethënë pa u rregulluar, po femrat ka qenë që në kohën e Egjiptit të lash ka filluar me linjat e para të syve, make-up etj. Mendoj që shoqëria kërkon që më tepër një mashkull të jetë i suksesshëm, më thonë është ajo imazhi tipik, dhe sa një femër do të jetë e bukur. Prandaj dhe industria e kirurgjisë plastike ka bërë një boom të paparë dhe fokusi janë femrat ose make-upet, më pa përmendur firma që ti kur shkon për shumë sidomos jashtë në vetë Europës, si shikon dyqane që janë brenda shumë të mëdha, gjëra ekstremisht të shtrenjta, në syrin tim si mashkull, që fermat i blejnë pa u menduar dy herë. Kjo shoqërohet dhe online, do më thonë, duke qenë që do duhet t'jesh e bukur në jetë reale, duhet t'jesh akoma dhe me bukur online. Dhe këtë e zgjidh përmes filtrave. Filtrat e AI kanë ndihmuar. Përmes filtrave të cilat të transformojnë plotësisht portretin. Pra të mos kesh asnjë tipar tëndin që qëndron. Aty duket sikur janë dy persona të ndryshëm, nuk është as Photoshop, nuk është më as filtr, sepse të shohësh personin origjinal dhe si është ajo vetë, kam përshtypjen që edhe me make-up nuk bëj prap ashtu. Prap me filtra, domethënë aty duket sinqerisht sikur është një person tjetër. Kështu që duke kthyer ke pjesa e bullizimit, ti e bullizon veten vet. Pastaj shoqëria, pastaj bën pjesën tjetër, sepse kur ti ndihesh rehat me peshën që ke, me problemet që ke, me fytyrën që ke, me defektet që ke, dhe janë rregull dhe nuk të bën asnjë përshtypje. Por që është e vërtet, presioni për të qenë sa më perfekt, të paktën për këto rrjete sociale, në për të gjërat e tjera, ose ne për shembull i shikojmë shpeshherë në për këto reality show që kur shohim personazhet aty brenda që janë para dite, mbas dite, pa make-up kur zgjohen,
Dhe ti e kështu me fjalë. Ora, është kjo apo është kjo tjetër? Fillon. Është njëti person apo? Po, por ndoshta ashtu jemi të gjithë në jetën e përditshme, kur jemi pa make-up, kur jemi të veshur shkujdesur, kur nuk i kemi të krehura flokët. Por, kur vendos make-upin dhe ti je afër imazhit apo je ai imazhi që poston pa ndërhyrje, atëherë kjo është. Modelet të cilat dalin përpara aparatit fotografik kanë kërkesa të caktuara se si të duken më të gjata, më shpatlarë se sa janë të vërtet. Ti pare që duan t'i korrigjojnë. Por problemi, unë jam tek pjesa ime që do të thotë, okej, u përdorin filtra 20%, 30%. Nuk shkem të hollojmë mjekërën, sepse kur ti pastaj rregullon hundën, mjekërën në nofullat, pastaj aty ka probleme tjera. Kështu që unë e dorëzoj. Ka probleme tjera? Ke krijuar një portret tjetër? Ke krijuar një imazh tjetër, nëpërmjet Instagramit ti krijon një jetë paralele, që ty duket se kur jeton në Instagram, por realisht ti po jeton në jetën reale. Kështu që duhet të them, unë ja jap foton të rregulluar për shembull 20%, edhe kur e shoh sa është rregulluar 90%. E kuptova, pra ndërhyn mbi foton profesionale. Ndërhyn mbi foton profesionale. Ndodh edhe në përpalestra, çka kam vënë re. Domethënë un kam pas klient personal, vajza, sidomos se vajzat janë ato që bëjnë sa më shumë filtra edhe ndryshime në video ose foto. Pasi i bëjun videon duke bërë një ushtrim, ajo e merr videon, edhe ka një opsion tek edhe në video, është një program personi. Ti mund të frysh më shumë vithet ose kofshët, edhe mund të bësh edhe më gjatë. Dhe unë kur e shikoj të postuar ato video, nuk ka lidhje me postimin që kam bërë unë. Janë dy njerëz të ndryshëm. Është një program. Por e ruan sekretin. Është konfidencial. Vjen e tregon në një studio televizive. Ndodh, është gjë që ndodh. Ka ruajtur anonimatin. Pa diskutim. Dgjoj, tek pjesa se pa dashur të marko, tek pjesa fizike, mendoj sepse Soni tha diçka që është e bukur, domethënë, edhe thuhet shumë shpesh që duhet jemi rehat me veten tonë. Është gjë e vërtet, por tek pjesa fizike, edhe pse nuk e di, është shumë pozitive, po e them me shumë çësje pozitive se e di që do merret gabim, mendoj që secili ka pak përgjegjësi të jetë jo fit, po të jetë domethënë të merret me shëndetin. Të merret me shëndetin, sepse kalon dhe shëndetësore. Po. Domethënë nëse pamja fytyre është diçka që është pak e dhuruar nga Zoti, do thosha, trupi diçka që kemi të gjithë vetë të dorë. Edhe në botën e biznesit, do thënë nga unë vi, do thënë është janë bërë disa studime që kur shikohet që nuk je shumë fit, ndonjëherë lidhet edhe me përtatësi. Domethënë, kryesisht e kemi në dorë për të kontrolluar mbi peshën, po thua. Përjashtojmë rastet e problemeve shëndetësore. Patjetër, e theksoj vetëm sepse lidhet me shëndet, më thënë, kjo është vetëm arsye. Vajzat në takimin e parë kërkon që të jenë pa make-up. Atë ka ndodhur në rrethin tënd shoqëror, ndoshta dikënd që e ke parë edhe në studio të ndryshme televizive që të zhdukur krejt ndryshe nga personi që ke parë në rrjetet sociale dhe dua të di reagimin tënd, nuk do të kërkoj emra, riqet. Do thoja që ka pas nga ato raste që ti do të dalësh në takim me Blertën që ke parë në Instagram, e të del Bedriu në realitet. Kështu që ka pas shumë. Ti ke arritur në këtë konkluzion pasi disa herë ke kërkuar Blertën dhe të ka dalë Bedriu. Po ka shumë raste nga këto, nuk është puna që ka vetëm një rast specifik. Ne të gjithë jemi pas rrjeteve sociale tani dhe kur bëjmë takime me njerëz që duam të njihemi, shikojmë që nuk janë fare në realitet. Po është identik rasti që pam edhe në këtë lajm që është bërë. Është identik rasti që del një person tjetër, edhe ti ke komunikuar me një person tjetër. Në fakt ishte Përse mos ka Blerta një. Në fakt ishte edhe një lajm tjetër, nuk e di sa e vërtet ishte, thoshte që burri ndahet nga gruaja ditën e parë të martesës sepse nuk e kishte para asnjëherë pa make-up. E ka vite që qarkullon. Nuk e di tash më doli para sa ditë dhe thash me vetes. Besoj. Shiko, gjithë jemi pas bukurisë, po nuk është më bukuri, tani është perfekcion. Dhe perfekcioni, ti duhet t'jesh perfekcion kudo. Madje shikoj edhe në përpalestra, është një vend ku ti duhet të djersitesh dhe ti vjen me make-up. Domethënë është çmenduria më e madhe, si mund të vish në një vend ku ti je për aktivitet fizik dhe ti po shkon të rregullosh pamjen fizike dhe ti vjen me make-up e lyer që nuk e di çfarë mund t'i bëj lëkurës. Ose për një shëndet të mirë dhe më pas shkon edhe për një performancë të mirë fizike. Si reagon ti ndaj këtyre vajzave që të vinë me make-up në palestër, e para dhe e dyta, si ke reaguar ndaj Bedriut kur kërkove në takim Blertën?
Unë thjesht ika nga takimi, nga Vedriu, nuk është se komunikova fare, por për pjesën e vajzave që vinë me kap në palestër, unë thjesht ja komunikoj njëherë, është detyra ime që t'ja them, jo vetëm për pjesën se si do duken, po është edhe pjesa shëndetësore, sepse blokohen pore, ti do djersitesh, edhe mund të krijohen akne. Unë ja komunikoj, është pjesa tyre pasaj se ç'a bëjnë më pas. Në përgjegjësinë e tyre. Pa diskutim që po, ti nuk është se do t'ja bësh me rregull atyre që duhet vish kështu me këtë pamje edhe ato duhet zgjedhë. Kam përshtypjen që janë të njëjtat që shkojnë në plazh me taka edhe me make-up. E njëjta, identike, shkojnë në plazh me make-up, e kupton? Familja, cila është kërkesa më e pazakontë që ke dëgjuar? Që të është Pjesa më e adresuar pazakontë, atëherë unë e lidh me pjesën duke qenë se unë bëj pjesën e edukimit të brezit të ri në fushën e bukurisë dhe kërkesa më e pazakontë vjen nga brezi i sotshëm, kur ne sot shohim për shembull një vajzë në një moshë rreth 16-18 vjeç dhe tendenca e tyre është gjithkohës nuk duan të ekspozohen në rrjetet sociale nëse ti nuk i vendos një filtr paraprakisht. Pra, në momentin që ato duan të zbulojnë veten e vet, pra më të mirën e vetes në fushën ku ne aty studiojmë, nuk pranojnë asnjë formë që ti ekspozosh në rrjetet sociale, pra në një formë marketimi, nëse ato nuk vendosin një filtr paraprakisht. Filtrin e zgjedhin vet? Po, patjetër. A duan dhe filtrin ta zgjedhin vet dhe pastaj t'i japin lejen për ta postuar foton. Po, sepse në këtë lloj forme ato duan të shfaqin ato që ato dëshirojnë, jo ato që ato janë në të vërtetë. Sepse do duke qenë pjesë gocë, po e gjykoj si vajzë këtë pjesë, jemi bërë pre kësaj gjëje dhe askush nga ne nëse nuk do i përdorte këto filtra, ndoshta nuk do ishte pjesë e trendit sotshëm. I përdor vet filtrat? Dashur pa dashur po. E lidh pak me pjesës së fitnessit, të pjesës që sot tregu pra thash kërkon, do duhet të përdoren, thash të në të kundërt tregu të del automatikisht. Çfarë bën për shembull? Çfarë do të ndryshosh në portretin tënd kur vendos një filter? Tani pjesa normalisht është siç tham pak më para që editoj pjesa e pjesës së pra për të dukur pak më elegante, sepse normalisht pjesa e fitnessit jo të gjithëve, si e thashë pak më parë, ka të bëjë me pjesën e shëndetit, duam apo nuk duam, jemi pjesë e kësaj gjëje. Normalisht kemi pjesën e editimit të fytyrës lidhur me pjesën e që të duket më uniforme. Pak më holl. Pa dashur të ndërhyjmë në pjesën e fillrave dhe pjesës e estetikës e cila mund të na ndryshojë atë gjë. Do të vijojmë të jemi sërish në bisedë se e shoh Sonin gati për një përgjigje po pas publicitetit.